OSBE Odiri ka publikuar raportin përfundimtar në lidhje me zgjedhjet e 11 majit, ku vlerëson se procesi ishte i administruar profesionalisht dhe konkurrues, por është zhvilluar në një klim të lartë polarizimi politik dhe pabarazie mes forcash politike. Zgjedhjet ishin konkurruese dhe janë zhvilluar në mënyrë profesionale, por janë zhvilluar në një mjedis shumë të polarizuar dhe konkurrentët nuk gëzonin një fushë të barabartë. Megjithatë, kandidatët në përgjithësi ishin në gjendje të bënin fushat në mënyrë të lirë, edhe pse disa raportuan për kërcënime. Në raport evidentohet se garuesit nuk kishin kushte të barabarta për të zhvilluar fushatën, ndërsa për Partinë Socialiste thuhet se ka përfituar nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës. Partia në pushtet, sipas raportit të OSBE Odirit, përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të panevojshëm të zyrtarëve të lartë. Kishte gjithashtu shumë akuza për presion mbi votuesit, veçanërisht tek punonjësit publik. Në raportin për zgjedhjet e 11 majit flitet edhe për mbylljen e TikTokut me vendim të qeverisë. Evidentohet se fushata në rrjetet sociale nuk ishte rregulluar me ligj dhe se nuk ishte caktuar asnjë autoritet për ta monitoruar atë. Më tej, raporti thotë se mbyllja e TikTokut kufizoi mundësinë e disa kandidatëve për fushat. OSBE Odiri për zgjedhjet e 11 majit thekson se fushata ishte përgjithsisht e qetë, por është karakterizuar nga një gjuhë përplasjesh dhe polarizuese, sidomos në hapësirën e medjave online. OSBE Odiri në raportin e saj përfundimtar për zgjedhjet e 11 majit vë theksin edhe te kodi aktual zgjedhor që nuk e rregullon financimin e fushatave zgjedhore. Në raport thuhet se rekomandimi për të zgjeruar financimin publik edhe të kandidatët e pavarur nuk është zbatuar. Po ashtu theksohet se megjithse është e përcaktuar me ligj, asnjë nga kandidatët nuk ka dhënë të dhënat të financimit të tyre, duke dëmtuar transparencën për zgjedhjet. Për më tepër thekson raporti, kuadri ligjor duhet të përfshijë një tavan të arsyeshëm për shpenzimet e fushatës për të gjithë kandidatët.